vetmja gjë shqetësuese në këtë histori të përgjimeve të SPAK që rrjedhin në media të afërta me klane brenda SPAK-ut, nuk është lakimi i emrave nga personat e përgjuar, por reputacioni i SPAK. Personalisht nuk ndihem as i sulmuar dhe as i fyer që botohen përgjimet e një të burgosuri në stres me familjarët e tij, por ndjehem i keqardhur për linçimin ndaj tij. Nëse SPAK e ka politikë që duhen botuar përgjimet e një të burgosuri, mund të na ofrojë zyrtarisht që t'i botojmë edhe ne. Problemi është se duhet të bëjmë diferencën mes një grupi gazetarësh që kanë mbështetur SPAK-un dhe reformën në drejtësinë ndër vite dhe disa portalesh gjobaxhinsh që vetë ofrohen si zëdhënës të SPAK, të cilët po përdoren në këtë fushat politike. Dhe kjo është një çështje që duhet të sqaroj vetë SPAK-u. Nuk kam asgjë kundër nëse SPAK zgjedh një njeri të keq përdorur kundrejt pagesave ilegale nga ministra të korruptuar që maskohet si demokrati Berishës për të rrjedhur materiale. Mjafton të thonë që ky është njeriu ynë në media dhe jemi në rregull, si me reputacionin e SPAK-ut, ashtu edhe me transparencën e tij, ose në të kundërt, të hetohet kush ka rrjedhur materialet jashtë vullnetit të tyre dhe të vihet përpara përgjegjësisë penale. Kjo praktikë përbaltjes në emër të SPAK duhet të marrë fund, jo për ata që tentojnë të përbalten, por për reputacionin e SPAK. Mua si gazetar nuk më cënohet asgjë në jetën time profesionale apo personale pse dikush flet për mua, apo pse mbroj dikë që është nën akuzë. Fakti që jam i lirë të zgjedh vetë qëndrimet e mia, më mjafton të ndjehem njeri i lirë, por edhe SPAK duhet i dalë zot institucionit që përfaqëson në opinionin publik dhe ta bëjë të qartë se çfarë është e tij në këtë fushatë dhe çfarë është kundër vullnetit të tij. Nëse do të barazoj reputacionin e vet me një tufë njerëzish të keq përdorur, gjithë jetën me pagesa të zeza, është çështje e tyre, nuk kam asgjë kundër. Thjesht duhet të jemi të qartë. A jemi në luftë me SPAK-un, me bashkëpunëtorët e tyre ilegal në shtyp, apo me njerëz që keq përdorin SPAK-un? Historia e gjobaxhinëve 5 lekësh të shtypit që flasin në emër të SPAK-ut duhet të marrë fund, jo për shtypin shqiptar. Ai ka degraduar aq keq sa nuk e rregullon më as SPAK-u, por për dinjitetin e drejtësisë, e cila tani është bërë keq përdorura më e madhe nga politika, ndërkohë që e gjithë kjo reformë u bë që ajo të ishte mbi politikën. Të dënosh ministra apo opozitar, qoftë edhe pafund, nuk do të thotë se je mbi politikën, nëse nuk je transparent dhe nuk provon se nuk të keq përdor asnjë palë. Statistikat nuk të zëvendësojnë kurrë drejtësinë. Drejtësinë e sjellin standardet, jo statistikat. Ti mund të dënosh 10 vet, por nëse dënon njëri pa faj, ke bërë një krim. Madje një krim më të madh se sa mosdënimi i një që ka vrarë 4 vet në bulevard. Por kur shes se kush flet në emër të SPAK dhe kush bën pretencë publike, para se të flas vetë drejtësia, jemi përballë një problemi edhe më të madh se sa drejtësia, që e dinim se e kontrollonte politika. Jemi në anarkinë e drejtësisë, e cila është më e keqe se sa drejtësia më e keqe.